Shqipëria ka miratuar kohët e fundit një ligj për mbrojtjen e të dhënave personale në përpjekje për të ruajtur qytetarët nga dhuna dhe abuzimet me jetën e tyre personale. Komisionera për mbrojtjen e të dhënave personale thotë se kjo përvojë ndërkombëtare do të hyjë patjetër edhe në Shqipëri. Korrespondenti ynë në Tiranë, Iliriana Golli, bisedoi me specialistë të fushës. Shqipëria sapo ka miratuar një ligj për mbrojtjen e të dhënave personale sipas propozimeve dhe modeleve të Bashkimit Evropian. Ligji synon të mbrojë qytetarët nga abuzimi me të dhënat e tyre personale të çdo fushe. Në prag të fillimit të punës, komisionerja për mbrojtjen e të dhënave personale, Flora Çabej, thotë se Shqipëria duhet të arrijë standardet evropiane edhe në këtë fushë. Ky institucion është një institucion i pavarur, siç thatë edhe juve, i cili varet nga kuvendi. Është institucion i cili do të mbrojë të dhënat personale të shtetasve shqiptar. Është ngritur për të mbrojtur personat fizik. Me zhvillimin e vetë teknologjisë, me zhvillimin e informatikës, si në gjitha vendet e Evropës, edhe në Shqipëri ka një zhvillim të jashtëzakonshëm të informatikës, me futjen e internetit në të gjitha fushat. Njerëzit janë të rrezikuar nga abuzimi me të dhënat e tyre personale. Por si paraqitet aktualisht gjendja në fushën e mbrojtjes së të dhënave personale? Drejtuesi i zyrës për mbrojtjen e qytetarëve thotë se në Shqipëri mungon tërësisht kultura e mbrojtjes së të dhënave personale dhe njerëzit shpesh kanë paragjykime të shumta lidhur me këtë temë nga koha e regjimit komunist. Në Shqipëri nuk ekziston kultura për të dhënat personale, jo më për mbrojtjen e tyre. Kështu që raste kanë qenë shumë pakta, shumë sporadike dhe përgjithsisht vetë njerëzit që kanë ardhur ankohen për dhunimin e këtyre dhënave nuk e kanë vazhduar deri në fund kërkesën për të mbrojtur këto dhëna dhe për të rifituar drejtën e tyre, ashtu dhe për të zhdëmtuar nga dëmi që mund të ketë ardhur nga shkelja këtyre dhënave personale që kanë dalë pa lejen e tyre. Por çfarë konkretisht do të veprojë komisionerja për mbrojtjen e të dhënave personale? Zonja Çabej thotë se ligji parashikon gjoba dhe dënime të ndryshme për çdo që abuzon me bankat e të dhënave personale në çdo institucion ku ato gjenden. Normalisht të gjitha këto institucione private apo shtetërore marrin këto dhëna personale, por ligji mbron personat fizik duke ju vënë sanksione, duke vënë rregulla këtyre institucioneve të cilat të mos abuzojnë, të marrin aq të dhëna sa ju nevojiten për të përpunuar për detyrat që ato kanë. Nëse në të kundërtën ato të kalojnë këto të dhëna, përpunimin e këtyre të dhënave, atëherë këtu futet ligji për mbrojtjen e dhënave personale. Atëherë për këto institucione do të ketë sanksione të cilat janë të parashikuara në ligj. Sipas drejtuesit të zyrës për mbrojtjen e qytetarëve, ligji nuk do të jetë një punë e lehtë për ta zbatuar, sepse njerëzit në Shqipëri janë mësuar të nëpërkëmbin jetën private të të tjerëve dhe përdorin informacionet personale në çdo fushë ku ata kanë nevojë. Ai sa na rezulton ne si organizatë jo fitimprurse për zyrën mbrojtjen e qytetarëve dhe them këtë pa mburri që kemi informacion të plot. Vazhdon të jetë e njëjta gjë, mjafton paguash 5.000 lekë të vjetra dhe ti mund të marrësh informacion për këtë do dhe për çfarë do. Shtypi vendor, gjykata dhe institucionet të tjera janë mbushur me të dhëna personale të shumë njerëzve të siguruara pa miratimin e tyre. Ligjëri parashikon mbrojtjen e të dhënave personale në ekonomi, në mjeksi, në polici, gjykata, taksa tatime, në banka e të tjerë. Dhe sot e tutje çdo qytetar që i shkelet privatësia ka një derë të re ku të trokas dhe të ankohet me njëherë te komisionerja për mbrojtjen e të dhënave personale. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.